Në një investigim i publikuar në gazetën italiane Domani në nëntorsinë e gazetarit Nello Torcia, ka hedhur dritë mbi një takim të fshehtë zhvilluar në janar të vitit 2019 në ishullin Aruba, pjesë e Antileve Hollandeze. Sipas dokumenteve të siguruara nga hetuesit italian në Gjermani, në të mbledhje ishin të pranishëm figura të rëndësishme të krimit organizuar shqiptar, si dhe përfaqësues të qeverisë shqiptare në detyrë të afërt me kryeministrin Edi Rama. Hetuesit theksojnë se në këtë takim është diskutuar me një marrëveshje për ndërtimin e një kulli në Tiranë, në një truall që rezulton të jetë në pronësi të grupeve kriminale. Për realizimin e këtij investimi të dyshimit ishte e nevojshme mbështetja dhe miratimi nga nivelet e larta të qeverisë shqiptare, të cilët sipas përgjimeve ishin të pranishëm në Aruba dhe diskutonin për ndarjen e përfitimeve. Pjesë e tyre është konfirmuar jo vetëm nga përgjime telefonike, por edhe nga burimet të policisë gjermane. Në qendër të këtij rriti që lidh botën e krimit me politikën qëndron Artur Sheu, një personazh i njohur në qaqet kriminale dhe sipërmarrëse, me bazë në SBA dhe në Shqipëri. Ai përshkruhet nga hetuesit si kreu një organizate të fuqishme kriminale shqiptare që ka ndërtuar perandori ekonomike përmes pastrimit të parave. Pikërisht Sheu, në bashkëpunim me njerëzit e afërt të qeverisë Rama, ka marrë pjesë në takimin në Karaibe, ku përshtatuen hapa konkret për investimet e ardhshme. Hetuesit theksojnë gjithashtu se fal mungesës së kontrolleve financiare në Shqipëri, Sheu ka arritur të ndërtojë një perandori ndërtimi dhe investimesh në Vlorë, e po ashtu dhe në Itali, duke përdorur kredi që i shërbejnë si mekanizëm për pastrimin e parave. Pikërisht për të arsye të tillë persona cilësohen si të pathyeshëm.